i kam njoftuar, nuk mund të flas për partitë e tjera, ka marrë gatishmëri të disa prej liderëve, pra po flasim për qeveri nacionale të tranzicionit, të një unitetit të tanishëm, të domosdoshëm për Republikën e Kosovës, me afat të shkurt, me kryeministër dhe kabinet unifikues Republikën e Kosovës deri në zgjedhjen e presidentit të ri. Ideja e komunikimit dhe njoftimit të partive tjera është ide burimore dhe minimaliste korrekte prej LDK-s. Pra unë i kam njoftuar për pozicionin tonë. Unë nuk pres diçka tjetër përveç se qëndrimet e pavarura të partive politike. Kosovë punë për LDK-n dhe s'pretendoj të marr as rol tjetër çfarë s'më takon. Por i kam njoftuar të gjithë liderët e partive politike shqiptare, dhe më pas do të jetë çështje partive ndamas se çfarë do thonë, mund të them se zoti Haradinaj sapo më shkroi pas dhe pranoi një ide të tillë, por do ta pyesni atë. Pra unë po flas për idenë e propozuar nga unë sekretari i LDK-s, ju njoftoj se këtë ide do t'ja parashtroj edhe kryesisë së LDK-s, sepse unë vetëm propozoj propozime në konsultim me nënkretarët e partisë, e më pas me nënkretar bashkarisht e propozojmë në kryesi, dhe nëse duhet kemi një iniciativë më konkrete, duhet të flasim tek Këshillin e Përgjithshëm, këto janë çështje partijake të brendshme. Tani shqiptarë ne duhet ulemi në tavolinë të flasim për atë çështje, më pas është proces shumë i gjatë. E para le të nisim një proces që nis zhbllokimin e krizës së tanishme dhe krijon një momentum të mirë politik për Republikën e Kosovës brenda një afati të shkurt, por duhet të jetë kryeminist unifikues, duhet të jetë kabinet me ministra unifikues e jo fare polarizues.